Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, merrni një gjethe dafine çdo mbrëmje dhe do befasoni. Ne përdorim bimë dhe erëza të ndryshme për të shijuar ushqimet, pa menduar se këta përbërës kuzhine mund të përdoren edhe për qëllime të tjera. Një rast i tillë është pikërisht për shembull përdorimi i gjeteve të dafinës. Jemi të sigurt se shumë prej jush nuk e dinë se aroma e veçantë dhe e dallueshme e gjeteve të dafinës ka një efekt tepër qetësues në trupin e njeriut. Gjetet e dafinës kanë qenë për shekuj pjesë e mjekësisë natyrore dhe vetitë e tyre të jashtëzakonshme mjekësore, si vetitë e forta antiinflamatore dhe qetësuese, janë të njohura dhe të përdorura gjerësisht edhe në lashtësi. Përveç kësaj, besohet se gjetet e dafinës trajtonin mjaft sëmundje të përhapura. Sot, shumë praktikues të mjekësisë natyrore i pranojnë të gjitha përfitimet e mahnitshme shëndetësore të gjeteve të dafinës, të cilat përfshijnë uljen e hipertensionit, mbrojtjen nga pagjumësia dhe stresi, si edhe kontrollin e niveleve të kolesterolit në gjak. Për të marrë përfitimet shëndetësore të gjeteve të dafinës, mund t'i shtoni ato në ushqim ndërsa gatuani, ose mundet që t'i ndisni lehtë në shtëpi në një tas rezistent ndaj nxehtësisë dhe ta lini aromën e tyre që të përhapet nëpër shtëpi. Djegja e gjeteve të dafinës është shumë e dobishme për të relaksuar muskujt, për të qetësuar mendjen dhe për të përmirësuar gjendjen tuaj shpirtërore. Gjetet e dafinës janë gjithashtu një ilaç mjaft i fuqishëm natyral kundër furtares së zezë. Nëse insektet kanë pushtuar kuzhinën ose oborrin tuaj, atëherë ju duhet të përdorni gjete dafine për t'i zvrapsur. Vështirë se mund të gjeni një zgjidhje më të mirë se gjetet e dafinës, për shkak se ato janë krejtësisht të sigurta për t'u përdorur edhe kur vërdall jush keni fëmijë të vegjël ose edhe kafshë shtëpiake. Aroma e tyre e fuqishme funksionon mrekulli kur bëhet fjalë për të larguar furtaret e zeza ose insektet e ngjashme. Ndërkohë, gjetet e dafinës shërojnë mjaft sëmundje të përhapura, duke filluar që nga sistemi i tretës apo problemet të ndryshme të flokëve, problemet me diabetin dhe kockat. Dafina në ditët e sotme shkon përtej gatimit duke përfshirë stomakun dhe veshkat. Këto gjete fantastike kanë aftësinë të detoksifikojnë trupin, ngadalsojnë procesin e plakjes, përshpejtojnë procesin e shërimit, mbrojnë organizmin nga infeksionet dhe njëkohësisht të mbajnë diabetin nën kontroll, përmirësojnë shëndetin e zemrës, reduktojnë inflamacionin, rregullojnë frymëmarrjen dhe përmirësojnë tretjen, lehtësojnë dhimbjet nga reumatizma dhe gjithashtu luftojnë bronkitin, parandalojnë gripin e shumë të tjerë. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e së cilës është pikërisht me zeu. Kjo bimë hyjnore është e pasur me vitaminën C, vitamina B dhe A. Kjo e fundit është një antioksidant natyral i cili njihet për vetitë e tij në mbrojtjen ndaj shikimit, por edhe sëmundjeve të mushkërive. Dafina ka në përmbajtjen e saj një nivel të lartë të mineraleve si bakri, potasi, kalcium, mangan, hekuri, zinku dhe magnezi. Potasi gjithashtu ndihmon në mbajtjen nën kontroll të rrajeve të zemrës dhe të tensionit të gjakut. Ndërkohë, hekuri gjithashtu është thelbësor në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Dafina dhe sistemi i tretës. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tuaj tretës si diuretik, i cili ulën nivelin e toksinave në trup dhe gjithashtu reagon ndaj helmimeve ushqimore.
Përmbajtjet organike të gjetheve gjithashtu ndihmojnë me tretjen dhe qetësojnë një stomak të trazuar. Nga ana tjetër, dafina mund të përdoret edhe për problemet me frymëmarrjen. Vaji i dafinës mund të përdoret edhe për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar në problemet me frymëmarrjen. Nëse nuk keni mundësi që të përdorni vaj, mjafton të zgjidhni ujë me dafinë dhe kështu të shfrytëzoni avullin, i cili do të lehtësojë dhe njëkohësisht do të eliminojë bakteret e rrezikshme të cilat të gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes, sepse përdorimi i vajit të dafinës i ndalohet grave 7Z. Përmirëson shëndetin e flokëve. Nëse do që të përmirësosh shëndetin e flokëve dhe të heqësh qafes bokthin, atëherë përdor gjethe dafine. Lagi ato në ujë dhe fërko lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zboktin dhe gjithashtu do të zbusin edhe lëkurën e thatë. Dafina ka efekt anti-inflamator. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtjen e tyre një element të njohur si partenoide, i cili redukton irritimin në zona të caktuara që mund të jenë prekur nga artriti. Dafina gjithashtu ndihmon zemrën. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtjen e tyre acid kafeik dhe rutin, dy elementë të cilët i japin zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Parandalon sëmundjet e këqija. Kombinimi i fuqishëm i antioksidantëve të cilët gjenden pikërisht tek dafina mbrojnë organizmin nga radikalet e lira të cilat shkaktojnë mutacion të qelizave të shëndetshme në të këqija. Këto përbërës të dafinës e parandalojnë një mutacion të tillë. Dafina kundër ankthit dhe stresit. Dafina ka efekt lehtësues, çlirues dhe qetësues. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtjen e tyre linalol, një element i cili ul hormonet e stresit në organizëm. Ndaj, gjethet e dafinës të ndihmojnë të qetësohesh edhe në momentet më stresuese kur ankthi është i lartë. Dafina kundër diabetit. Gjethet e dafinës kanë një lidhje direkte edhe me rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Ndërkohë, konsumimi i rregullt i gjetheve ul rrezikun e sëmundjeve nga diabeti. Vaji ulliri me gjethe dafine është receta për të trajtuar varicet dhe dhimbjet e kyçeve. Ndërkohë, sipas ekspertëve, duhet të keni parasysh se gjethet e dafinës të përzierë së bashku me vajin e ullirit munden që të përfitojnë mjaft veti të mëdha shëndetësore, ku përbërësit që juve do t'ju duhen janë 60 gram gjethe dafine të njoma ose të thata dhe 500 ml vaj ulliri, ndërkohë që mund t'i shtoni edhe rozmarin për aromë. Udhëzimet: së pari, coptojini dhe shtypeni gjethet e dafinës, hidheni në kavanos qelçi dhe mbulojeni me vaj ulliri. Mbylleni kapakun fort dhe lëreni në një vend të errët dhe të freskët për 14 ditë. Her pas here ju duhet që t'i shkundni kavanozët e qelçit në mënyrë që të lejohet përzierja e një trajçme. Pas 2 javësh shkollojeni lëngun me një nap të pastër. Vajin shërues futeni në një shishe qelçi dhe mbajeni në një vend të ftohtë dhe të errët. Vajin me dafin mund ta ngrohni në avull dhe më pas ta përdorni për të fërkuar kyçet dhe gjymtyrët të cilët ju dhëmbin. Përveç kësaj, vajin shërues mund ta përdorni edhe për të trajtuar ulçërën limfatike, migrenën dhe infeksionet e veshit. Në qoftë se keni dhimbje të forta koke, aplikojeni në të 2 anët e kokës. Dhimbja do të ikë brenda pak kohëve. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë
këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.